ku jemi, përgatisim tani një pije festive, që ka përbërës festiv shumë të shishëm dhe shumë të shëndetshëm mbi të gjitha. Duke filluar me shegën, që është fruti stinës, eliksiri i bukurisë, i rinisë, i shëndetit gjithashtu. Kemi fruta pylli të gjitha llojet, sigurisht në gjendje e tyre të ngrirë. Lëng portokalli, kemi mollën, një portokall, ndoshta edhe për të marrë cipën, një shkop kanele dhe përsëri pak rozmarin. Le të tregojmë, pra, përgatisim si quhej pija? Sangri. Një sangri, një pije, shumë e freskët edhe këndshme në shi dhe shumë e shëndetshme mbi të gjitha, me gjithë këto përbërës që unë lexova. Atëherë, marr. Me këto mollë të kanë ëmbëlsi, mollë të tjera gjithashtu mund të kemi. Shtoj mollët. I pjekim aty? Apo thjesht një ngrohje? Thjesht një ngrohje. Do të shtoj një kanell. Një kanell, një shkop. Boronica, por nëse vendosni fruta të ndryshme, është akoma edhe më mirë. Po. Do të shtoj lëngun e portokallit. Lëngun e shegës, por unë vendos kokrat e shegës. Akoma dhe më fuqishëm, edhe kokrat, edhe bërthamat kanë vetit e tyre. Nuk ka nevojë as pak që të sheqerosen. Edhe një çik rozmarin. Rozmarin. Praktikisht janë frutat të stinës tonë, që i përdorim edhe në sallatat e frutave. E shtova më të trash, të prerë. Do të shtoj ujë të gazuar. Pra bashkë me lëngjet që do të lëshojnë të gjitha frutat. Do lë shumë pak në nxehtësi, shumë pak. Pra sa të vaket ai ujë? Po, sa të vaket. Dhe ja ul nxehtësinë sepse mua më duhej. E kullojmë dhe e konsumojmë. Të ngrohtë, të ftohtë, me ato aromat shihet që do të lëshojnë të gjitha frutat. Sarin dhe merrni shajra që kanë konservant, më mirë. Pastaj plus është dhe festive. Sangria është festive. Pra dikush është se ne marrim lëngje, çajra industrial, i blejmë në market dhe nuk lexojmë asnjëherë etiketën. Themi, ai lexon për shembull lëng pjeshke, lëng portokalli. Vetëm pjeshkë portokall nuk është. Nëse lexon te etiketa, thua 0.05% pjeshk ose portokall. As 1% që do të thotë pjesa tjetër e përbërësve çfarë është, ose kur lexojmë etiketa dhe shohim cilët janë elementet ose produktet e para në këtë paketim. Po. Dhe nëse produkti i parë është sheqer, imagjino se sa sheqer mund të ketë aty. Dhe çfarë konsumojmë. Pra, duhet të kemi një lloj edukate kulture ushqimore që produktin që blejmë së pari minimalisht të lexojmë etiketën dhe të informohemi se çfarë duhet të ketë dhe çfarë nuk duhet të përmbajë mbrapa etiketat. E ushqimet të paktën që konsumojmë, lere pastaj shampo edhe produkte të tjera kozmetike që patjetër që duhet i lexojmë. Kemi rinin të paktën që shkon në palestër, sepse është një ndër seminaret e fundit që vërtet ngrihet dhe është një zë shumë i fuqishëm. Shkojnë në palestër, edhe marrin me anë të plurit, marrin proteina, të marrin të gjithë çfarë janë të gjithë përbërësit. Gjëja kryesore që është më e rëndësishme dhe është për t'i dhënë një fuqi shumë të madhe
Nëse ju nuk I merrni nga vetë, nga molla portokalli, si mund të merrni përbërës të tjerë që kanë brenda kanë edhe përbërje kauçuku. Dhe jo vetëm. Pra kjo, dhe jo vetëm sepse nuk dua të flas natë. Pra kjo është një ndër seminaret që fundja unë po marr pjesë, sepse më duhet në zhvillimin tim profesional, që bëhet një buje madhe, por në palestrat kur shkon, ato të shesin. Po, se më kujtove pastaj atë këto proteinat, vlerat që marrin ato që këto janë kryesore. Këto janë kryesore. Qumshti I bajames. Ka persona të cilët nuk I bëjnë, e përdorin qumshtin e lopës, por ka persona që janë dhe intolerant ndaj laktozës dhe sigurisht do gjejnë forma të tjera të përdorimit. Ka dhe qumësh pa laktozë, padyshim, po marrin ato qumshin e bajames, qumshin e orizit. Dhe duke parë shumë rafte për të marrë një qumësh bajamesh, ti çfarë nuk lexon tek pjesa ballore e saj, që e pasur me vitaminë D, me proteina, me fibra, shumë me vitamina të tjera. Po lexojmë fundi, nuk lexojmë asgjë. Kur lexonte përbërësit nga mbrapa, që ndonjëherë dhe mbulojnë ato letra, ti thjesht sheh aty që ky qumësht ka vetëm 0.2% bajame. Po jo thoshte njëra, se shikoj, ka përmban këtë. Zonjë, kjo është kur ti përdor një qumësh bajame të bërë vetë, që I ka të gjitha këto vlera që ti lexon në paketimin përkatës, jo duke u bazuar pikërisht çfarë lexon para, por duke lexuar çfarë përmban mbrapa. Po jo më bajame është shtrenjtë që ta blesh. 0.2% bajame dhe imagjino. Ndërkohë mund ta bësh edhe vetë. Mirë, Niki mirë. Ja të marr një portokallu ta konsumoj këtu, edhe ja. Jemi më vigjilent edhe të lexojmë etiketat e produkteve që konsumojmë, se duke edukuar veten, edukojmë familjen e merat. Portokalli bën mirë. Një mollë në ditë doktorit I thot ikë, jo Jullit, U ngroh pak ajo ta kullojmë apo ta tregoj? Pra, do ta lë të tillë të ftohet. Temperaturë tulët. Po, shiko, ku e kam temperaturën e kam fare. E mbushim një enë të qelçit dhe do ta konsumojmë sigurisht. Pra lëshohen të gjithë lëngjit avash, është se si puna e asaj përpunimit. Avash, dhe më pas ne e kullojmë dhe e konsumojmë dhe na bëft mirë. Dhe të lumshin duar, dhe tani kujtova që e kam marruar në shtëpi atë. Një boronicë, kështu tani kujtova. Do t'i shtoja edhe elemente të tjerë, pas kemi qenë në një mendje sot. Mirë, shkëputemi për pak publicitet, çfarë gatuajmë më pas? Unë konsumoj portokall dhe një trahana. Mirë se erdhët, jemi në pjesën e fundit të gatimit, do të përgatisim trahanan. Por përpara se të kalojmë tek receta tradicionale, le të kullojmë pak pijen festive të shëndetshme dhe shumë të këndshme që përgatitëm me fruta, pasi u ngroh pak në një temperaturë mesatare. Pra sangrian festive me boronicë, sheg, moll, portokaj, pak rozmarin, mjaftueshëm është sa për 2 gota plot e shtym. Kemi dhe për të kulluar prap pak tjetër. Ja, e vendosim këtu. Dhe merr këtë ngjyrë të bukur festive. Ua! S'ka problem. Do shpenzojmë. Ja, kemi shpenzime për festa. E lëm të ftohet ose e konsumojmë në gjendjen e saj të vakët, po është një pije e shëndetshme, e këndshme dhe festive, që mund ta nisni dhe ta mbaroni ditën gjithashtu, mund të konsumohet para dite, mbas dite, shohim pak produkte se çfarë shtuam ne në tenxhere për përgatitjen e mira është që kanella të qëndroj. Po, sepse është e fortë dhe lëshon akoma aromë, edhe pse e ngrohëm pak në temperaturë. Portokall le të qëndroj. Dhe një rozmarin. Ja pas kemi listën tani të sangrin festive me boronicë dhe me sheg. Ju duhet 4 gota lëng boronice të kuqe, 2 gota lëng shege, 1 gotë lëng portokall, 1 gotë ujë të gazuar, 1 mollë të prerë në feta, 1 portokall I prerë në feta, 1 deg rozmarin, 1 shkop kanellë, disa kokra boronica të freskëta. Tani, nëse ju I keni si lëngje, siç I përshkruan receta në ekran, I bashkoni të gjitha. Por, nëse janë thjesht si fruta, siç ne I përdorëm, pjesën më kryesore të përbërësve, I ngrohni pak sepse çlirohen të gjitha elementët që secila prej frutave përmban. Dhe duke u ngrohur, ato duke u çliruar, I ndjem akoma dhe më mirë shijen e sangrisë së pije festive. Ja gëzuar dhe na bëft mirë dhe provojmë pak më vonë. Këtu kemi lënë brenda ende 3 prej produkteve. Ajo është enkas për ty. Ajo broke, kane, si mund ta quani ju, është vetëm pa. Faleminderit.
Dëgjoj, jo më kom të marrë me të mira. Por më merr me të mira, e di se diku fshihet lepuri, diku. Do ta zbulojmë në vazhdim.